Porto Palermo Festival përjetoi një nga netët më energjike të këtij edicioni me Eranda Liboovën në skenën e Kalas Alipashës. Artistja solli një repertor të pasur duke udhëtuar nga baladat e ndjera dhe këngët e dashura ndër vite, te ritmet më të forta që ndezën atmosferën dhe ngritën publiku në këmbë. Në ndritat e skenës dhe muret shekullore të Kalas, Eranda Liboova dhe publiku u bën një duke krijuar një atmosferë të ngrohtë, spontane dhe plot energji. Mbrëmja nisi me emocione dhe interpretime që sollën një tjetër dimension të repertorit të Erandës për të shndruar gradualisht një festë të vërtet muzikore. Ndërsa të shtunën, Kalaja Alipashës përjetoi një tjetër mbrëmje energjike, teksa për herë të parë në skenë u ngjit këngëtarja Angela Peristeri. Në kuadër të edicionit të 6 të festivalit, artistja performoi para publikut të mbledhur në Kalan e Porto Palermos duke sjellë një repertor të larmishëm që ndërthurte këngët e saj më të qeta dhe baladat, si dhe ato më ritmike. Pjesë mbrëmjes ishin dhe disa këngë të njohura të interpretuara nga Angela duke i dhënë koncertit një tjetër ritëm dhe duke mbajtur publikun të përfshirë gjatë gjithë performancës. Me një komunikim të drejtë për drejtë dhe shumë energji në skenë, Angela e bëri publikun pjesë të koncertit duke krijuar një atmosferë festive në ndritat e Kalas. Edicioni 6 i Porto Palermo Festival do të vijojë deri më 16 gusht.